Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut, të gjithëmëshirshmit, mëshirëplotit. Përshëndetje të dashur shikues dhe dëgjues të nderuar të radio televizionit online Drita e Kuranit. Falëndërime dhe lavdërime tona dedikojmë Allahut të madhëruar, atij i cili është një dhe i vetëm. As ka lindur kënd, as nuk është i lindur prej kujt, dhe askush në gjithësi nuk është i barabartë me Allahun. Paqja, bekimet dhe mëshira e Allahut qoftë mbi mëshirën e botëve, mbi profetin Muhammed, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të zgjedhur dhe mbi të gjithë pasuesit të rrugës së tij deri ditën e fundit. Paqja, bekimet dhe mëshira e Allahut qoftë mbi të gjithë të dërguarit e tij që qoftë i lavdëruar. Shikues dhe dëgjues të nderuar, ju përshëndes me përshëndetjen e bukur të Islamit, përshëndetjen e paqes, selamu aleikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Paqja, begatia dhe mëshira e Allahut qoftë mbi ju. Kam menduar sot të flas rreth temës kthehuni tek Allahu me një pendim të sinqert. Profeti i Islamit Muhamedi, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, kur e kanë pyetur për lidhje me pendimin e sinqert, dhe kur e ka pyetur Muadh ibn Jabal, i dërguari i Allahut, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, i është përgjigjur se pendimi i sinqert është pendimi ku i penduari, duke shprehur pendimin, nuk kthehet më tek ai mëkat. Në shumë ajete dhe sure të Kuranit Kerim, bëhet ftesë që njeriu të pendohet tek Allahu i madhëruar për gjunahet e tij dhe të mos u kthehet më atyre që inshallah të fitojë faljen dhe mëshirën e Allahut të madhëruar. Allahu i madhëruar në Kuranin Kerim thot: Bismillahirrahmanirrahim. O ju që keni besuar, kthehuni tek Allahu me një pendim të sinqert, që Zoti juaj t'ju ashtyej gabimet e t'ju shpjerë në kopshte, nëpër të cilat rrjedhin lumenj. Ditën kur Allahu nuk do të turpëroj profetin dhe ata që besuan bashkë me atë, drita e tyre do të shkëlqej para tyre dhe në të djathtë të tyre. Ata do të thonë: O Zoti ynë, përsose dritën tonë dhe fal na ne. Vërtet, ti je fuqishëm për çdo gjë. Lexojmë në surën Talak në ajetin 8. Mospranimi i kërkesës së faljes shpjegohet me faktin se kërkimi i faljes është një lloj pendimi, por pendimi është i realizueshëm vetëm në këtë botë dhe në botën tjetër, e as pas hyrjes në zjarr. Ajeti 8 i surës Talak në fakt tregon rrugën e shpëtimit nga zjarri i xhenemit dhe thotë: O ju që keni besuar, kthehuni tek Allahu me një pendim të sinqert. Hapi i parë në drejtim të shpëtimit është pendimi nga mëkatet, pendimi që është i sinqert nga çdo aspekt, pendimi që motivon dhe është zbatimi i urdhrit të Allahut dhe frika nga mëkati dhe trishtimi nga gjurmët shoqërore dhe jetësore të tij, pendimi që shkoqit njeriu për gjithnjë prej mëkatit dhe pendimi që është i pakthyeshëm. Ne dim se realiteti i pendimit është bërja pishman dhe trishtimi nga mëkatët, që kërkon marrjen e vendimit për të hequr dorë në të ardhmen nga kryerja e gjunaheve. Nëse ka qenë një vepër që mund të kompensohet, duhet të përpiqemi ta kompensojmë atë. Edhe kërkesa për falje korrespondon po me këtë kuptim. Në këtë mënyrë, binarët e pendimit mund të përmbledhen në 5 çështje: largimi prej mëkatit, bërja pishman, vendimmarrja për të hequr dorë prej saj në të ardhmen, kompensimi të kaluarës dhe kërkimi i faljes. Ka pasur mendime të ndryshme se çfarë përfshihet te tok fjalë si pendimi i sinqert që përmendet në ajet. Sipas disave, numri i tyre shkon në 23 dhe kjo përmendet në tefsirin e Kurtubiut, vëllimi 10 faqe 6766. Të gjitha këto interpretime mund të thuhen që referohen një të vërtete, ndër kushtet e ndryshme të pendimit mund të përmendim. Pendimi i sinqert është ai që plotson këto 4 kushte: bërja pishman me zemër, pendimi me gojë, heqja dorë prej mëkatit dhe vendimi për largimin prej mëkatit në të ardhmen. Disa të tjerë kanë thënë se pendimi i sinqert është ai që i plotson këto 3 kushte: frika nga mospranimi, shpresa që do të pranohet dhe vazhdimi i bindjes ndaj Allahut të madhëruar. Një mendim tjetër është se pendimi i sinqert
është që të shikosh gjithnjë mëkatin para syrit tënd dhe të ndihesh i turpëruar në të. Pendimi i sinqertë realizohet kur njeriu kërkon të kompensojë dëmet e shkaktuara, i kërkon ndjesë dhe bërjes halal personit që ka bërë pa drejtësi dhe du t'i përkushtohet adhurimit dhe bindjes ndaj krijuesit të gjithësisë. Sipas disave, pendimi i sinqertë është ai që i ka këto tre kushte: të flasësh pak, të ushqehesh pak dhe të flesh pak. Po ashtu, është thënë se pendimi i sinqertë është ai që shoqërohet me sy të përlotur, me zemër që urren mëkatin e tjerë. Të gjitha këto mendime janë degët dhe gjethet e një të vërtete që pendimi i sinqertë është i përkryer. Në një hadith të profetit Muhammed, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, lexojmë se kur Muadh ibn Xhabel e pyeti për pendimin e sinqertë, i dërguari i Allahut u përgjigj duke thënë: "Është pendimi ku i penduari, duke shprehur pendimin, nuk kthehet më tek ai mëkat, ashtu si qumshti nuk i kthehet më gjirit." Kjo shprehje e bukur dëshmon këtë të vërtetë. Pendimi i sinqertë shkakton një ndryshim rrënjësor dhe revolucionar brenda njeriut që bllokon përgjithënjë rrugën për kthim mbrapa, ashtu si kthimi i qumshtit në gjë është i pamundur. Këtë kuptim e hasim edhe në transmetime të tjera. Ky hadith shpjegon shkallën e lartë të pendimit të sinqertë, sepse në nivelet më të ulta mund të ketë kthim prapa të mëkatit, që pas përsëritjes së pendimit në fund rezulton me largimin përfundimtar prej mëkatit. Më pas, ajeti 8 i surës Talak flet për rrjedhot e këtij pendimi të sinqertë dhe thotë që Zoti juaj t'ju ashtlye gabimet e t'ju shpjerë në kopshte nëpër të cilat rrjedhin lumenj. Ditën kur Allahu nuk do ta turpërojë profetin dhe ata që besuan bashkë me atë. Drita e tyre do të shkëlqejë para tyre dhe në të djathtë të tyre. Ata do të drejtohen Zotit duke thënë: ata do të thonë: "O Zoti ynë, përsose dritën tonë dhe fal na ne. Vërtet, ti je i fuqishëm për çdo gjë." Në realitet, ky pendim i sinqertë ka 5 rrjedhoja tepër të vlefshme. Së pari, falja e ligësive dhe mëkateve. Së dyti, hyrja në xhenetin plot begati të Allahut. Së treti, mos diskreditimi në atë ditë, kur perdet hiqen me njan, të vërtetat dalin në shesh dhe gënjeshtarët keqbërës përçmohen dhe diskreditohen. Pikërisht në atë ditë i dërguari i Allahut, profeti Muhammed dhe besimtarët do të jenë kokllart, sepse ajo që thanë u bë në realitet. Së katërti, drita e besimit dhe veprës së tyre do të lëvizë përpara nga e djathtë e tyre dhe ndriçon rrugën e tyre drejt xhenetit. Disa nga komentuesit e Kuranit Kerim, dritën që do të ecë përpara e kanë konsideruar si dritën e veprës. Së pesti, afërsia e tyre me Allahun e Madhëruar bëhet më theksuar, prandaj i drejtohen pranisë së tij, duke kërkuar plotësimin e dritës dhe faljen e plotë të mëkateve. Gjithashtu, pendimi mund të quhet edhe si një portë që çon drejt mëshirës së Allahut të Madhëruar. Ndodh shpesh që njeriu, sidomos në fillim të edukimit dhe rrugëtimit drejt Allahut, bën gabime. Në qoftë së dyert e rikthimit mbyllen për të, ai do të dekurajohet dhe përgjithënjë do të privohet nga ky rrugëtim. Prandaj, në shkollën edukative të Islamit, pendimi parashtrohet si një parim edukativ dhe me rëndësi të jashtëzakonshme dhe thret të gjithë mëkatarët që të futen nga kjo derë për të korrigjuar veten dhe për të kompensuar të kaluarën. Në lidhje me pendimin, kemi shumë rekomandime dhe transmetime në Islam. Në një thënie të Imam Bakirit që rrjedh nga familja e Profetit alayhis salam, thuhet: "Sigurisht Allahu gëzohet më shumë për pendimin e robit të tij, se sa gëzohet njeriu që ka humbur karvanin dhe pasurinë e tij në rrësirën e mesnatës dhe më pas e gjen atë." Të gjitha këto shprehje janë të ndërthurura me fisnikëri dhe synojnë nxitjen për këtë vepër të rëndësishme jetësore. Por duhet patur parasysh se pendimi nuk është vetëm shqiptimi një formule me gojë, si për shembull i kërkoj falje Allahut, por ka kushte dhe shtylla mbi të cilat ngrihet, dhe këto ne përmendim në komentimin e pendimit të sinqert në ajetin e mësipër.
Sa herë që pendimi kryhet me plotësimin e këtyre kushteve, krijon një ndikim aq të mahnitshëm, sa që e zhduk përgjithësia mëkatin dhe gjurmët e mëkatit nga shpirti dhe brendësia e njeriut. Për këtë, lexojmë nga Imam Bakiri të ketë thënë: ai që pendohet sinqerisht nga mëkati është si njeriu që nuk ka kryer mëkat. Njeriu që e vazhdon mëkatin e vet, sado që kërkon falje për atë, është si personi që përqesh. Shikues dhe dëgjues të nderuar, kjo është tema për ditën e sotme. Lutim Allahun e Madhëruar të na bëjë nga ata që pendohen sinqerisht dhe nuk i kthehen më kurrë gjunahut dhe gabimit të bërë më parë. Amin. Duke ju lënë në shoqërinë e programeve të tjera të radio televizionit online Drita e Kuranit, së bashku përshëndetemi me përshëndetjen e bukur të Islamit, atë të banorëve të xhenetit. Esselamu aleikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, begatia dhe mëshira e Allahut qoftë mbi ju.